Përshëndetje miq, uroj që të gjithë jeni mirë dhe bekimi i Zotit mbi ju dhe familjet tuaja. Në meditimin e ditës do të flas për gurin që u hodh poshtë, kur ajo që përjashtohet bëhet themel. Në këtë shëmbull Jezusi flet duke rrëfyer një ngjarje të jashtëzakonshme. Në fakt ai rrëfen realitetin e jetës së tij dhe të shtëpisë shpirtërore ku ai shkoi, pra të kombit hebre. Jezusi tek Mateu 21 vargu 42 thot: Guri që ndërtuesit e hodhën poshtë, u bë guri i qoshes. Kjo shëmbull është paradoksi i ungjillit. Ajo që njeriu refuzon, Zoti e zgjedh. Ajo që duket e pavlerë bëhet themel. Ajo që përjashtohet bëhet qendra. Ndërtuesit ishin profesionistë. Ata dinin të zgjidhin gurët sipas standardeve të tyre, një nga një. Por pikërisht guri që hodhën më një anë, u bë guri që mbajti gjithë ndërtesën. Krishti po flet për veten. Ai është guri i refuzuar nga autoritetet fetare të kohës, por u zgjodh nga Ati qellor për të mbajtur shpëtimin e botës. Kjo shëmbull na mëson që kriteret e Zotit dhe kriteret e njerëzve shpesh janë të kundërta. Një figurë nga historia e kishës që jetoi këtë realitet është dhe Shën Francesku i Asizit. Ai u përçmua, u quajti çmendur, i pavlerë për botën e pushtetit dhe të pasurisë. Por pikërisht përmes përuljes së tij, Zoti ndërtoi një lëvizje që ndryshoi fytyrën shpirtërore të Evropës në kohën ku ai jetoi. Ai e kuptoi që vlera nuk vlen dhe nuk vjen nga a je apo nuk je i pranuar nga njerëzit, siç thoshte edhe Soren Kierkegaard. Ajo që turma për buzë, shpesh është ajo që e vërteta kërkon. Ndaj më lejoni të ndaj për ju disa të vërteta. E para, Krishti është themeli, jo një opsion. Ai nuk është dekori i besimit, por struktura që mban gjithçka. Së dyti, refuzimi njerëzor nuk e anulon zgjedhjen hyjnore. Zoti nuk ka nevojë për miratimin ton miq që të realizojë planet e tij. Së treti, kryqi është prova se refuzimi mund të bëhet fitore. Ajo që duke i humbje u bë shpëtim për botën, në fakt shpëtimi vetëm. Agustini shkruante: Zoti ndërton nga ajo që njeriu përçmon. Shoqëria jon vlerëson fuqinë, suksesin, pamjen, por mbretëria e Zotit vlerëson përulësinë, besnikërinë, të vërtetën, integritetin. Nietzsche do thoshte njerëzit i friksohen më shumë të vërtetës se sa gënjeshtrës. Për këtë arsye guri i vërtet, guri i qoshes, shpesh refuzohet. Kështu është edhe me Krishtin. Mbase sot Zoti na pyet: a ke bërë Krishtin gurin e qoshes të jetës tënde, themelin më të rëndësishëm, apo ai është një aksesor? A je duke përjashtuar nga jeta jote atë që Zoti po të zbulon, po të zgjedh? A je gati të jesh refuzuar nga bota për hir të Zotit? Të jetosh këtë shëmbull sot do të thotë të ndërtosh jetën tënde mbi Jezu Krishtin, jo mbi opinionin e të tjerëve. Të zgjidhësh besnikërinë mbi pranimin shoqëror, të shohësh vlera atje ku të tjerët shohin dobësi. Ndaj miq, me këto të vërteta fantastike të Biblës, le t'i lutemi Zotit këtë mëngjes. Zoti i dashur, edhe kur të tjerët më refuzojnë, më jep forcë dhe qëndrueshmëri që unë të zgjedh ty. Edhe kur e vërteta në sy dhe veshët e njerëzve është e papëlqyer, lutem o Zot që unë të qëndroj tek e vërteta. Sepse vetëm kur unë qëndroj tek e vërteta, atëherë e vërteta më bën të lirë. Bekoj burrat edhe gratë, të cilët janë duke më ndjekur sot në meditimin e kësaj dite. Ruaj dhe mbroj dhe jepi forcë dhe trimërim që të mund të qëndrojnë tek e vërteta dhe të ndërtojnë jetën e tyre shpirtërore mbi themelin e palëkundshëm, të patundshëm, shkëmbin e shpëtimit, Jezu Krishti. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Zoti me ju miq, shpresoj që të ketë qenë bekim ky meditim i kësaj dite. Ndani me miqtë tuaj e mezi pres natyrisht që t'ju takoj sërish në meditimin e ditës së nesërme. Zoti me ju.